Dashi. Energjia jote e zjarrt do të ndriçojë çdo hap, duke hapur dyrë për aventura të reja. Kënaqësia e çdo ditë do të mbulohet me vendosmëri dhe optimizëm të papërshkrueshëm. Nëse jeni në një lidhje, ndjenja e pasionit do të forcohet me momente romantike që ngrohin shpirtin. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të zbulojë një histori dashurie që të ndryshon perspektivën. Në punë, iniciativa jote do të çojë drejt projekteve të suksesshme dhe vlerësime të sinqerta. Financat tuaja po shfaqen të ekuilibruara, duke i ofruar mundësi të mençura për investime të ardhshme. Demi. Qetësia dhe përkushtimi ju sjellin një ndjenjë të thellë stabiliteti në çdo fushë të jetës. Harmonizimi i mendjes dhe zemrës është qetësi për të kapërcyer çdo sfidë me sukses. Nëse jeni në një marrëdhënie, rrotësia e ndjenjave do të thellojë lidhjen me partnerin, duke sjellë momente të ëmbla. Nëse jeni beqar, një rast i papritur mund të hapë rrugën për takime plot emocione të reja. Në punë, durimi dhe përkushtimi ju sjellin arritje konkrete dhe vlerësime të larta. Financat tuaja mbeten të qëndrueshme, duke ju inkurajuar të bëni zgjedhje të mençura për të ardhmen. Binjakët. Energjia ditore po të frymëzon me ide të reja dhe një dëshirë për rritje personale. Aftësia jote për komunikim sjell harmoninë dhe sjell çdo situatë në një dritë pozitive. Nëse jeni në një lidhje, bisedat e sinqerta do të forcojnë emocionet e përbashkëta dhe do të krijojnë kujtime të paharrueshme. Nëse jeni beqar, një takim i papritur do të zbulojë një potencial të ri dashurie që do ta ndriçojë ditën. Në punë, kreativiteti dhe shkatësia juaj do të çojnë drejt projekteve inovative dhe vlerësimeve pozitive. Financat do të ruajnë një ekuilibër të këndshëm, duke hapur mundësi të reja për kursime dhe investime. Gaforia. Ndjeshmëria dhe intuicioni ju ndihmojnë të gjeni rrugën drejt një jete të plotë dhe të ndjeshme. Balanca mes emocioneve dhe logjikës është qetësi që të drejton drejt vendimeve të mençura. Nëse jeni në një lidhje, dashuria e ngrohtë dhe përkujdesja e përbashkët do të sjellin momente intimi dhe afërsi të thellë. Nëse jeni beqar, një mundësi e papritur mund të zbulojë një ndjenjë të re shpresë dhe emocion. Në punë, bashkëpunimi dhe përkushtimi ju çojnë drejt realizimit të projekteve të rëndësishme. Financat tuaja do të shfaqen të stabilizuara, duke ofruar bazë të forta për zgjedhje të mençura financiare. Luani. Shpresa dhe energjia jote e ndritshme të çojnë drejt realizimeve të mëdha dhe sukseseve personale. Karizma e tërheqëse dhe besimi në vetvete janë forcat që do të shpërthejnë çdo mundësi. Nëse jeni në një lidhje, pasioni do të rritet në momente të mbushura me ngrohtësi dhe dashuri të sinqertë. Nëse jeni beqar, një takim spontan mund të zbulojë një lidhje të plot energjie dhe entuziazmi. Në punë, liderizmi i frymëzon kolegët dhe sjell rezultate të shkëlqyera në projekte të reja. Financat po ecin në një rrugë të qëndrueshme, duke hapur horizonte për investime të suksesshme. Virgjëresha. Përkushtimi dhe organizimi i mirë sjellin qartësi dhe një ndjenjë të thellë për mbushje personale. Kujdesi për detajet të ndihmon të ndërtosh një bazë të fortë për të ardhmen. Nëse jeni në një lidhje, vëmendja ndaj nevojave të partnerit do të forcojë lidhjen dhe do të sjellë momente të ndjera dashurie. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të zbulojë një afërsi të re, plot ndjeshmëri. Në punë, aftësia jote analitike dhe planifikimi i kujdesshëm do të çojnë në rezultate të prekshme. Financat mbeten në një trend të ekuilibruar, duke të ofruar mundësi për investime të mençura dhe kursime të zgjuara. Peshorja. Harmonia dhe ekuilibri të mbulojnë çdo hap, duke sjellë një ndjesi të re qetësie në çdo aspekt të jetës. Aftësia për të parë situatat nga këndvështrime të ndryshme të çon drejt vendimeve të mençura. Nëse jeni në një lidhje, afërsia dhe mirëkuptimi ndërtojnë një ambient dashurie të ngrohtë dhe të pasur me emocione. Nëse jeni beqar, një rast i papritur mund të hapë rrugën për një lidhje të re plot shpresë dhe gëzim. Në punë, bashkëpunimi dhe diplomacia të sjellin rezultate të kënaqshme dhe projekte të suksesshme. Financat tuaja po shfaqin një ekuilibër të shëndetshëm, duke ju inkurajuar për zgjedhje të mira ekonomike. Akrepi. Energjia intensive dhe pasioni i brendshëm të japin forcën për të kapërcyer çdo sfidë me vendosmëri. Vetë reflektimi dhe transformimi personal janë themelet që të udhëheqin në rrugën e suksesit. Nëse jeni në një lidhje, intimiteti dhe ndarja e ndjenjave do të thellojnë lidhjen me partnerin në mënyrë të magjishme. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të zbulojë një histori dashurie plot mister dhe emocion. Në punë, përqendrimi dhe kreativiteti të sjellin rezultate të prekshme dhe vlerësime të larta. Financat do të
Paraqisin mundësi të reja, duke të inkurajuar për zgjedhje të qëndrueshme dhe të mençura. Shigjetari. Adrenalina e aventurës dhe optimizmi i pafund të çojnë drejt eksperiencave të reja që pasurojnë jetën. Shpirtin e lirë dhe dëshira për dituri po të udhëheqin në rrugën e arritjes personale. Nëse jeni në një lidhje, pasioni dhe besimi reciprok do të mbushin çdo moment me ngrohtësi dhe entuziazëm. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të zbulojë një lidhje të re plot humor dhe gëzim. Në punë, vizioni yt i qartë dhe guximi sjellin projekte ambicioze dhe arritje të shkëlqyera. Financat po shfaqin një trend të qëndrueshëm, duke hapur mundësi për investime të zgjuara dhe të suksesshme. Britsjapi. Disiplina dhe përkushtimi ju drejtojnë drejt arritjeve të qëndrueshme dhe ambicioze, duke u mbështetur në një bazë të fortë. Qetësia dhe organizimi i mirë po formojnë themelet për një të ardhme të sigurt dhe të pasur me suksese. Nëse jeni në një lidhje, stabiliteti dhe besnikëria do të sjellin një atmosferë të sigurt dhe të ngrohtë për marrëdhënie të qëndrueshme. Nëse jeni beqar, një rast i papritur mund të sjellë një ndjenjë të re shpresë dhe emocion që të frymëzon. Në punë, aftësia jote për të përqendruar dhe organizuar çon drejt rezultateve të prekshme dhe vlerësimeve të larta. Financat tuaja po mbeten të ekuilibruara, duke ofruar mundësi të mençura për investime dhe kursime të qëndrueshme. Ujori. Inovacioni dhe mendimi i pavarur po të udhëheqin drejt një rruge plot ide të reja dhe perspektiva origjinale. Kreativiteti yt po transformon çdo sfidë në një mundësi për rritje dhe zhvillim personal. Nëse jeni në një lidhje, ndarja e ideve dhe emocioneve do të thellojë afërsinë me partnerin, duke sjellë momente unike. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të zbulojë një lidhje plot energji dhe freskinë mendore. Në punë, qasja jote inovative do të çojë në realizimin e projekteve të frytshme dhe vlerësime pozitive. Financat tuaja mbeten në një trend të qëndrueshëm, duke hapur rrugë për zgjedhje të mençura dhe të reja. Peshqit. Intuicioni dhe ëndrat e tua po të udhëheqin drejt një universi plot ndjeshmëri dhe krijimtari të thellë. Ndjeshmëria që e ke në shpirt të lejon të shohësh bukurinë në çdo situatë me një sy unik. Nëse jeni në një lidhje, ndarja e emocioneve do të sjellë momente intimiteti të thella dhe dashuri të sinqertë. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të zbulojë një histori dashurie plot ëndra dhe ndjesi të reja. Në punë, energjia kreative dhe idetë të freskëta do të çojnë në projekte të suksesshme dhe vlerësime të prekshme. Financat tuaja po mbështeten me një ekuilibër të mençur, duke ofruar mundësi për investime të zgjuara dhe të qëndrueshme. Përshëndetje! Nëse kjo është hera e parë që ndodheni në kanalin ton, ju lutem subscribe, mos harroni të klikoni zilen që të informoheni të parët për videon e fundit. Faleminderit!